Të rinjtë e Kosovës përfundimisht nuk do t'i nënshtrohen shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Iniciativa tashmë zyrtarisht ka marrë fund. Ministria e Mbrojtjes ka vendosur që në vend të shërbimit të detyrueshëm ushtarak ta praktikojë konceptin e mbrojtjes totale. Tash qytetarët e Kosovës, pavarësisht profesionit, mund të kryejnë shërbim vullnetar. Ky model është më lehtë i menaxhueshëm në aspektin logjistik dhe përputhet me praktikat që aplikojnë shumë shtete anëtare në NATO. Thelbi i përbashkët të këtyre modeleve është se mbrojtja nuk trajtohet vetëm si përgjegjësi e forcave të armatosura, por si angazhim gjithëpërfshirës i shtetit dhe shoqërisë, duke garantuar që çdo qytetar i Republikës së Kosovës të di rolin dhe përgjegjësinë e tij në raste emergjence apo krize. Këtë plan të ministrisë e ka mirëpritur koloneli në pension Hysen Gecaj. Sistemi mbrojtjes nuk është një sistem i cili varet vetëm prej FSK-s. Këtu ka dhe shumë element tjerë të cilët e mbështesin FSK-n dhe kryejnë detyra specifike në nivelet që u përkasin atyre, siç janë tazom AKI-ja, Policia e Kosovës, pastaj ki emergjencat që po ashtu në situata lufte kanë detyra të caktuara të cilat duhet i kryejnë. Gecaj tregon se ka edhe forma të tjera që zëvendësojnë shërbimin e detyrueshëm ushtarak pa i kushtuar financiarisht shtetit. Të futet lënda e mbrojtjes nëpër shkolla ku atje mund mësojnë në aspektin teorik dhe pastaj në kazermat e FSK-s të kalohet edhe me disa javë në aspektin praktik dhe kjo kushton pak ma pak për buxhetin e Kosovës. Prandaj ata që janë përgjegjës duke filluar prej qeverisë, Ministrisë Mbrojtjes e kështu me radhë, duhet mendojnë duke u mbështetur gjithmonë në mundësitë financiare se cilin model do ta përzgjedhin. Ndryshe, kur kishte marrë mandatin e parë, kryeministri Albin Kurti kishte thënë se do të realizohet shërbimi i detyrueshëm jo për të sunduar, por për të mbrojtur vendin.